Më lejo të bëj një dallim midis Erion Velia dhe Belinda Ballukut në fazën e rënjes tyre. Kur Erion Veliajt i kanë shkuar në zyrë edhe i kanë hedhur prangat ose e kanë marrë forcërisht për ta arrestuar, Erion Veliaj ka pasur çelsat e kashtës në dorë. Domethënë ka qenë një kryetar bashkie i cili nuk kishte më kompetenca të rëndësishme. Erion Veliaj ka pas shumë fuqi atëherë kur jepte leje ndërtimi. Atëherë kur jepte firmën për inceneratorin e Tiranës. Por çfarë ka ndodhur? Në vitet e fundit, përmes ndërhyrjeve legislative, lejet për kullat Tiranë i ka marrë pushteti qendror. Pra i ka marrë Rama në emër të Këshillit Kombëtar të Territorit. Kështu që Erion Veliaj në fillim të vitit, kur është arrestuar, ka qenë një kryetar bashkie, siç themun, me çelsat e kashtës. Pra nuk ka pas fuqi reale. Ndërkohë që Belinda Balluku sot që flasim është personi që jep koncesionet e rrugëve. Është personi që jep koncesionet e hidrocentraleve. Pra është personat ku qarkullon paraja më e madhe dhe ka shumë fuqi financiare. Është sot personi kyç lidhjes me oligarkët. Ato që Veliaj mund ta ketë pas deri para 4-5 vitesh, Belinda Balluku është në kulmin e vet. Kështu që me Balluku unë besoj janë të lidhur dhe oligarkia ekonomike. Njerëz që janë pronar firma shndërtimi, ndërtues rrugësh, pronar televizionesh, pra nëse gërmohet në ato dosje mira faqe, do dalë shumë çka. Dhe kjo e bën Ballukun të jetë sot ndoshta pika nevralgjike e këtij sistemi. Domethënë ajo hallka edhe e rëndësishme, po edhe dobës tashmë është e ekspozuar, kputja e cilës kput Ramën dhe mund të kpus krejt sistemin oligarkik në fuqi.